إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me që ka që u kry gjumoja, se të keni ftoftë edhe ju sukurone e bitista, si mos të keni, atëre vazhdojnë edhe pak. A e një razi me vazhdua jo? Vlezën, një api imamave të shquar në botës islama është edhe Ebu Hanifja, do shta keni ngohë për ta, cilët me sebi për kasmi na. Një ditë për ditëve Ebu Hanifja kishtë dashtë mi bo test do talebe, me pasi sa e kanë kuptu ato besimin apo sa se kanë kuptu. Edhe se cili talebe jep ka një pull, a ka dhe një zog të vogël e pëtër. Edhe ju thot, për detyr shtëpije e keni që këtë pullën apo këtë zogën me preje, ama mos mi o po kërkush. Edhe të prejem nesër, ma bini këto të gjamija. Mirë, nesrit, kejt, i prorën. Ku e prejte? Valla hina në shupë, su më ka po kërkush. Mirë, ti, unë në sobë, hina e mshela me dry, su më ka po kërkush. Ti, unë në vese, kum hi, e kum prej, su më ka po kërkush. Mirë, veç njani kërër, e kish pas pullën halja gjallë. Tha, po ti, pëse se pas ke prej? Valla, tha, kudo që hisha, Allah i më shifke. E tha, su në prejta. Ha? Kudo që hisha, Allah i më shifke. Tha, bravo, ti e pas ke kuptu e dersin mas mirti. E që kjo është? Dersi, që kudo që i shkon, Allahu dhul gjelal shef. Për këtë arsye, pra nësi e kuptu, e këna pas kalëzue një hadith për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, këna pas thonë që e ka emrin hadithi i Gjibrilit a.s. Kur ka orë Gjibrili, mi amësu fejen për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem. Ashtë hadithi i gallë, po në fund shka i thot, ka zonë thot mu e shka është ihsani, shka bamirësia. E i thot për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem, en ta abudallaha ke enne ke të ra, fe in lem jekun i ra, fe in nehu i ra. Ka thonën, bamirësia është mi ba ibadet Allahut, sukur me të pa Allahu dhul gjilal tyje. Po nëse ti nuk e shef Allahun, dije që Allahu ashtu të pa tyje. Këtë ndjenjë, dhe thot e kemi na krejt muslimat. Qysh e kena? Shumë kallaj. Sot a keni arë me falë gjumojnë? Po. A ka dhe një pa abdes? S'ka, këtë janë me abdes. Po pëse be keni morë abdes? Po kena morë abdes, o gju se Allah i në shetë që a kena abdes, a s'kena abdes. A në qështu ajo? E që kjo që ke morë abdes të shpija, ke ardhë më falë, ashtë shenjë e besimit tanë, që e zënë besë Allahun tamam, edhe nuk falesh pa abdes. Apo mujni me kuptu? Dhe thot ashtë shenjë e besimit. Që edhe pak që ta i kamë në ardhë Ramazani. A ka dhe një kush për shimull, para iftarit, e ka shtru sofrën krejt, kur kush nuk ka shtatit e shpia, ta provoj Allah që ta hurmën, ose ta provoj që të supën. Ja, krejt e prisin vaktin, kur ka me thire zoni, për mu bo iftari. Po pëse bes puhan, s'po të shef kur kush? Ja, hala sa bo iftari. Që kjo hala sa bo iftari, a shenj e besimit, që ka na e kina na për zemra tona, pëse se, na e dina që Allahu dhul gjelal na shef. Që Allah nuk ashtë mëzor për Ramazanin e kërkujna, po ti e mëzor për Ramazanin ta. Edhe e prit dakikin të këtërti sa thot Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ta ma nuk boj iftari, e që taj harë. Kja është shenjë besimit. Po mirë, shumë i të muslimanën në Ramazan e japin zeqatin. E kush e din si sa pare i kiti, kur kush të din? Ti veç e din. E pëton të ki numëran që ka që pasë. Po desh ka me dhonë zekat, që ka që. Edhe e jep zeqatin. Kur kush nuk e di se sa pare i ki, ama ti e din,
edhe për që ta jep zeqat. Ka plot musliman shka elhamdulillah japin zeqatin edhe mbrojnë mallin e vetë. Për të na ka zëshin për para në katun, a kanë mishtin dhe në shtrung, se dhja shka në shtrung apo jo, do shta këto ma plesht e din. Edhe 1, 2, 3, 4, 5, kur ka dal e 14 e ka kapën që 14 me dhonë zeqatë. Ka dal qëlla ka dal këto. Ama njoni, pi katënarëve tonë, i kishte shtinë dhënë në shtrung. Kur del e 14 del bash ai ogiqi, ai më i miri. Edhe me nën ki, ata jap apo mos ta jap. E merr një dele qetër e hek, për zeqat ato ogiqin e ruan. Shka ban, vjen uki edhe ja han, bash ato ogiqin, shka i ka dali 14. Edhe ato djemë, bala në kara uki, ta ban, na mësoj tha uki, se cilën dhëtë me dhonë zeqat. Nuk ka puna dhe thot ti cilat begenisë, cilën nuk begenisë. Jo, qaj e shka i bjen në reni, e qasaj shka i bjen në reni, edhe ti bo është razi që to a besimi jotë. S'pedia po mujni me morë vesh. Edhe krejt i badetit qera shka i kena na, apo këton, që ati ku je razi me fjallë në Allahu dhul Gjelal, dije se qaj është besimi i jotë. E inshallah Allahu dhul Gjelal na i përmison besimin. Pse? Se ka dhe njëherë, na e dina që ta du të me dhonë, jo ta kana e nalë për veti. Na e dina se nuk ban me piraki, Allah ta provej një gotë, se me një gotë nuk ban api janë. Na e dina që do punë janë haram, apet i punojna. Për këtë arsye pra, muttaqin, kush është qaj i cili vdon perde mes halalit edhe haramit. Pa halalit edhe haramit kush i ka bo? Allahu e ka bo. Nuk mund është ti dhe thot me bo halal ose haram. Pa e ka bo halalit, i avran një perde, dije që i je musliman i mirë, inshallah Allahu dhul Gjelal të runë. Ama kur ta ka përcesh kufinin, fa ben vaka fi shubuhati, vaka fi l'haram. Thot pejgamberi alayhis salam, kush bjen në shybe ka ranë haram. Mund kujtoj si sot patanet me një biznismen të madh të Shkupit, pi në altit ranë patos, bium, psebe ke ranë patos, vallaj tha hoq, e këmbon një gabim, Allah e din. Qysh e ka thonë duqonin me qira. Kujna e ka thonë duqonin me qira, ja ka thonë një shokit vetë. Pse? Sa i shokit vetë, ja ka thonë 100.000 euro me punu ma të paret. E ki nuk po do mi thonë ka matë për ato 100.000 euro, ama qka, qirajen e duqonit, dhe thot, une kam ta pagu e tyje, ka 1.000 euro. A qiraja e duqonit është 100 euro. Nuk ka 1.000 euro. Pse? Me akthia ato pare dhe me këshe ka dhonë 100.000, mi dhonë ka matë. A i nuk pëthot ka matë, pëthot po të japë unë qira, ama një jetin të adin Allahu dhul Gjelal. E tha për që ta në këmëra të poshtë. Dhe thot nuk mund është me rrejt Allahin. Pse Allahin nuk ashtë mocë. A më rëmesh. Allahin shef ku do qije. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka porosit sahabët e vetë me 3 lafe. 3. Nuk janë ma shumë, mani men. E para, qka është? Ittaqillaha haythu ma kunt. Ki frikë Allahut ku do që je. A majtët men. Ki frikë Allahut ku do që je. A je në punë, a je të shpia, a je në Gjermani, a ke shkue në dreq, ke shkue gjë. Ku ban dreq që voje, nuk ka më rëndësi. Allah e në ki me veti. Kjo është e para. Ittaqillaha haythu ma kunt. Po mirë, na jena njerëzi. Edhe mujna me bo gabim, edhe bojna shumë gabime. Nuk ka njerë që du në gjami, me ndoj pa gabime. Ketë kena gabime. Mas pari unë, gabim pari, ma i madhë, mas e ne, ju. Po shka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kur ta bësh një gabim, mas që ati gabimit bane një punë të mirë. Pse? Se që ajo puna e mirë ta fshin gabimin. Se gabimi është një gjuna, një gabim.
A sevapi është një sevap 10 shpërblime i ki. Një gabim me pagun edhe sa të mesin, edhe 9 të mesin, 9 sevapi. Për këtë arsye pra, duhet me pas tradit që kur ta bëjsh da një gabim, a se cili për neve din që e ka bo gabim, bani një pun të mirë, që me fshin atë gabimin që ka i ke bo. A e majtët men, e dyta, që kjo është? E para ki frika Allahit kudo që t'jesh. E dyta, qka ma se cilit gabim që ka e ban, munoj me bo një pun të mirë, se puna e mirë t'i fshin ato gabimet. Edhe e treta, qka është? Qka mas shumë ti ka me peshu në peshore kur dalim për para Allahu dhul gjelal, qka është? Husnul huluk, me usjell mirë me njerëzit. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qka sjelloni mirë me njerëzit. E kur sjellesh mirë me dikan, ja jep një selam, e përshëndet për dore, ju bosqesh, nëse ka nevojë me ndihmu, diçka i ndihmon. Dije se që kjo sjellja jote shumë peshon ditën kur dalim për para Allahut dhul gjelal. 3 sene, mendoj se cili mund të mi majt men. E para, ke mi pas frikë Allahut kudo që je, e dyta kur të bash një gabim me bo një vepër të mirë, edhe e treta mos sjell mirë me njerëzit. Po a mundet bukon muslimani falet në xhami, kur del jashtë xhamisë e kall fitilin apëta. Njerëzit çka thonë? Vallai rruje pikti me kroshit apëta. Se të këqija këto. Pse të këqi? Se na e kena bo sjelljen e keqe. Për atë arsye, mase na ka thonë dikush që jena të këqi. A më pas kon të mirë, nuk tunë të njerëzit për neve. Për këtë arsye, pra, puna, ma e mirë shkakoha, që mos sjell mirë me njerëzit. Me njerëzit, mon e men. Njerëzit kush janë? Njerëzit janë edhe besimtarët, edhe jo besimtarët. Të ditë janë njerëzit. Edhe shkavi janë njerë, edhe muslimani janë njerë. E pejgamberi po thot, mos sjell mirë me njerëzit. Jo veç me musliman, po me krejt njerëzit mos sjell mirë. E për këtë arsye pra, inshallah bëmi për atëtve, shka e kena frikë Allahut, shka bojna vepra të mira, edhe shka e kena ahlakin, moralin e mirë. E kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi